إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ai e çojë në humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut vetëm partak, po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguar I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, në radhën e kaluar filluam mësimin në librin Vlera e Islamit të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah më shëroft. Dhe këtë libër ne filluam me komentimin dhe shpjegimin e Sheikh Salih Al Fawzanit Allah rujt, pra një ndër dietarët e mëdhenj të kohës sonë. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tham se në librin e tij përmendi pra në kapitullin e parë Vlera e Islamit. Dhe aty përmend argumentet nga Kurani dhe Suneti, të cilat tregojnë dhe nxjerrin pa vlerat madhështore që ka feja jonë islame. Pra argumentet nga Kurani dhe Suneti, të cilat nxjerrin pa vlerat e fesë islame. Ai fillimisht pra nga argumentet e para që përmendi ajetin kuranor ku Allahu I lartësuar thot: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot u plotësova, u përsosa juve fen tuaj dhe plotësova mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha për juve islamin për fe. Para se të fillojmë të lexojmë argumente tjera, çdo musliman në mësimet që merr duhet meditoj dhe të jetë I përqendruar në atë që dëgjon, me qëllim që të përfitoj nga dobit e argumenteve që përmendin dietarët. Ndaj, po të vëmë re nga ky ajet përfitojmë se feja islame është e plot, pa mangësi dhe e përsosur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse thot: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u plotësova, u përsosa juve fen tuaj. Pra, kjo fe është e plot, pa mangësi, ndryshe nga fetë e tjera, siç është feja e xifutëve dhe krishterëve, të cilat pësuan devijime shtrëmbrime nga ana e tyre. Pastaj një vlerë tjetër e fesë islame që përfitohet nga ky ajet është se ajo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu në këtë ajet thot: Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe unë e plotësova mirësinë time ndaj jush. Pra ne tham që e plotësoj këtë mirësi ndaj nesh me këtë fe, siç e përmendi Sheikh Salih Al Fawzan Allah rujt. Dhe vlera e tretë që kuptohet dhe nxirret nga ky ajet është se në fund fare thot: dhe zgjodha për juve islamin për fe. Pra kjo fe, prej vlerave të saj është se Allahu subhanahu wa taala është ai I cili e zgjodhi që të jetë fe për neve. Ndërsa në ajetin e dytë që përmendi shehu, thot: Qul ya ayuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. O ju njerëz, nëse keni dyshime në fen time, atëherë unë nuk I adhuroj ato që ju adhuroni përveç Allahut, por se unë adhuroj Allahun I cili ju bën të vdisni, apo ai I cili ju merr jetën. Nga kjo nxirret si dobi se prej vlerave madhështore të fesë islame është se kjo fe
të lidh drejt për drejt me krijuesin e gjithësisë, ai i cili është i patmeta dhe që ka krijuar çdo gjë. Sepse këtu thot, unë nuk adhuroj atë që ja adhuroni përveç Allahut, por se adhuroj Allahun i cili ju a merr jetën. Pra, prej vlerave të fesë islame është që në këtë fe adhurohet Allahu dhe jo krijesat të cilat janë të dobta, të pafuqishme dhe nuk posedojnë për veten e tyre as për të tjerët ndonjë dëm apo dobi. Tani do të fillojmë të lexojmë argumentet e tjera nga Kurani dhe Suneti që Shej Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allah më shiroftë, i ka përmendur për të nxjerrë pra vlerat e kësaj feje madhështore. Kështu ai thot, dhe fjala Allahu të lartësuar, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. O ju të cilët keni besuar, friksojoni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij. E nëse ju e bëni këtë, atëherë ai ju jep juve dy shpërblime nga mëshira e tij, si dhe ju bën juve dritë me cilën ju ecni, si dhe ju afal gjunahet, pra ju fal juve, me të vërtetë Allahu është falës i madh mëshirues. Thot Shej Salih Al Fawzan, Allahu ruajt. Thot ajeti i parë ku thot el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot u apërsosa juve fen tuaj. Kjo është fjalim dhe ligjërim që u drejtohet besimtarve. Ndërsa ajeti i dytë ku thot kul ya ayyuhan nas, o ju njerëz, nëse keni dyshime në fen time, thot kjo është ligjërim dhe fjalim që u drejtohet idhujtarve, pra ata të cilët adhurojnë varret, idhujt, statujat e tjerë. Ndërsa ky ajet i tretë, i cili thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, ky është ligjërim dhe fjalim që u drejtohet idhëtarve të librit, prej xifutëve dhe të krishterëve, nga Allahu i lartësuar, pra ligjërim nga Allahu i lartësuar që u drejtohet atyre. Dhe i thot ittaqullah, friksojoni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij. Pra o ju të cilët keni besuar prej xifutëve dhe të krishterëve, pra keni besuar në të dërguarit tuaj, besoni në të dërguarin e tij, pra në të dërguarin e fundit që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E nëse ju e bëni këtë, atëherë yu'tikum kiflayn min rahmatih. Ai, Allahu i lartësuar, ju jep juve dy shpërblime nga mëshira e tij. Shpërblimi i besimit në të dërguarit e mëparshëm, si dhe shpërblimi i besimit në të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që besimtari prej idhëtarëve të librit, atij jepet shpërblimi dy herë. Pra ai besimtar prej idhëtarëve të librit që ka besu të dërguarin e tij, por edhe të dërguarin e fundit, i jepet shpërblimi dy herë. Shpërblimi i besimit në librin e mëparshëm dhe shpërblimi i besimit të tij në librin e fundit që është Kurani. Dhe kjo është mirësi madhështore nga Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar, ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Të tillët janë që u jepet shpërblimi dy herë për shkak të durimit të tyre. Pastaj thot wa yaj'al lakum nura, dhe ju bën juve dritë, pra ju jep juve dritë. Këto është për qëllim drita e largpagëmësisë, pra është për qëllim drita e dijes, me të cilën ju ecni, pra me të cilën ju bëni dallimin e të vërtetës nga e kota dhe dallimin midis udhëzimit dhe devijimit, sepse kjo fe, thot shehu, është dritë. Po ashtu edhe Kurani edhe Suneti janë dritë. Prandaj Allahu i lartësuar thot, ja ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. O ju njerëz, juve ju ka ardhur argument nga Zoti juaj. Wa anzalna ilaykum
nuran mubina, si dhe ju zbritëm juve dritë të qartë. Prandaj, ai i cili ecën në rrugën e Kuranit, në udhëzimin e Kuranit, ai në të vërtetë po ecën në dritë, ndërsa ai i cili ecën jo në rrugën e Kuranit dhe jo në udhëzimin e tij, ai ecën në errësirë dhe devijim. E nëse ati i zbukurohet dhe i stoliset rruga, bidati apo gjunahi në cilin ajo është, atëherë kjo gjë është e kotë dhe devijim. Ndërsa besimi në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam është shkak për arritjen dhe fitimin e kësaj drite të vërtetë, mbi të cilën ecin njerëzit. Pastaj thot wa yaghfiru lakum, dhe ju fal juve. Pra ju prej qifutve dhe të krishterëve, nëse besoni në të dërguarin e tij, në fund fare çfarë bën? Ju fal juve dhe Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Këto thot Shejh Fuzani se këto janë veçori thot madhështore tek të cilat inkurajohen udhëtarët e librit. Pra që ato të besojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi me atë gjë me cilën erdhën vëllezërit e tij prej pejgamberëve. Dhe thirri për tek ajo gjë tek e cila thritën pra pejgamberët para tij, që është bërja e adhurimit të sinqertë vetëm për Allahun Azza wa Jall dhe lënia braktisja e adhurimit të çdo gjëje tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, qoftë adhurimi varreve, qoftë adhurimi i statujave, apo qoftë adhurimi me lajkeve dhe i pejgamberve. Prandaj që është e çuditshme, thot shehu, është e çuditshme, duke qenë se ai erdhi me të njëjtën gjë që erdhën pejgamberët para tij, është e çuditshme që ata e kundërshtuan dhe nuk ju bindën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk erdhi me ndonjë gjë që bie ndesh me atë çka erdhën pejgamberët dhe të dërguarit e tyre. Pra kjo tregon se feja islame është besimi në të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pas dërgimit e tij. Dhe se ai i cili nuk beson në këtë të dërguar, atëherë ai nuk është në fenë islame, por se ai është në mosbesim, pra nuk konsiderohet musliman, por se llogaritet prej mosbesimtarëve. Po ashtu, ky ajet tregon për mirësinë dhe vlerën që kanë besimtarët e udhëtarëve të librit, të cilët i begatoi Allahu i lartësuar ta pranojnë fenë islame. Pra përveç faktit që pranuan thirrjen me cilën erdhën të dërguarit e tyre, ato pranuan edhe fenë islame me cilën erdhi profeti ynë i fundit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu tregon se Allahu subhanahu wa taala do t'u jap atyre shpërblimin dy herë, si dhe do t'i begatoj edhe me veçori të tjera madhështore. Thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft. Pra, duke përmendur tani hadithet të cilat tregojnë për vlerën e fesë islame. Thot në Sahihun e Bukharit nga Ibn Umar radiallahu anhu, transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shembulli juaj dhe shembulli i udhëtarëve të librit është sikurse shembulli një burri i cili mori punëtor me pagesë me mëditje. Dhe tha, kush do të punoj për mua nga mëngjesi deri në mesin e ditës, kundrejt pagesës një qirat. Dhe qirat është njësi pagese, thuhet dhe që është një pjesë dinari. Pra, kundrejt pagesës një qirat. Kështu qifutët pranuan dhe punuan. Pastaj i tha, kush do të punoj për mua nga mesi i ditës deri në namazin e ikindis, kundrejt pagesës një qirat. Kështu që të krishterët pranuan dhe punuan.
Pastaj tha, kush do të punoj për mua nga koha e namazit të ikindis derisa të perëndoj dielli, kundrejt pagesës 2 qirat, pra diçka më shumë. Dhe tha, ata jeni ju. Ata që punojnë dhe marrin shpërblimin 2 qirat, ata jeni ju, pra ju muslimanët. Kështu qifutët dhe të krishterët u zemruan dhe thanë, si është çështja që ne punuam më shumë dhe shpërblimin e kemi më pak. Atëhera i tha, vallë, a ju a kam hëngër, ju a kam cunguar apo ju a kam hëngër hakun juve? Ata thanë jo. Atëherë tha, kjo është mirësia ime, unë ja jap atij kujt të dua. Thot Sheikhu, Allahu e ruajt. Thot, ky hadith thot përmban vlerën e Islamit, tregon për vlerën e fesë islame, dhe se muslimanët e kanë shpërblimin më të madh tek Allahu subhanahu wa taala se sa njerëzit e feve të mëparshme. Dhe këtë shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e solli për të treguar dhe për të sqaruar këtë gjë sapo tham. Prandaj thot, fadhalika fadli utihi man asha. Kjo është mirësia ime, unë ja jap atij që dua. Pra, Allahu i lartësuar ja jep mirësinë e tij atij që do. Askush nuk e ndalon dhe nuk e pengon Allahun subhanahu wa taala që ai t'ja japi mirësinë e tij atij që i do. Pasi Allahu i lartë madhëruar është ai që posedon mirësi të shumta. Mirë, po ai nuk i bën padrejtësi askujt dhe as nuk ja han hakun askujt, sepse Allahu i lartë madhëruar është gjykues i drejtë. Shpërblen për veprën e mirë, si dhe e shton shpërblimin për të. Dhe ky shtim i shpërblimit është mirësi nga ana e Allahut azza wa jall. Nga sa Allahu i lartësuar thot, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Me të vërtetë Allahu nuk bën padrejtësi as sa një grimcë e vogël, apo as sa madhësia një milingone. Dhe nëse ka ndonjë të mirë, ai e shumë fishon atë dhe jep nga ana e tij shpërblim shumë të madh. Jep nga ana e tij shpërblim shumë të madh. Pra, kjo është mirësia e Allahut azza wa jall. Kështu askush nuk mund dali në kundërshtim apo ta kundërshtoj këtë vlerësim të madh që ai ja bën kujt të doj për robërve të tij, apo këtë vlerësim të madh që ai ja bën këtij ummeti mbi popujt e tjerë para tyre, sepse Allahu subhanahu wa taala është më i dituri se kujt i takon, pra kush e meriton këtë mirësi, dhe është ai që di më së miri se ku ka vendin që të shkojë kjo mirësi. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala është më i dituri për krijesat e tij, si dhe shpërblimi për veprën që bën njeriu është drejtësi nga ana e Allahut të lartësuar. Ndërsa sa i përket shtimit të shpërblimit, kjo është mirësi nga ana e Allahut. Pra shtimi i shpërblimit për një vepër të caktuar është mirësi nga ana e tij. Pra, me një fjalë thot shehu, në këtë hadith tregohet vlera e Islamit mbi gjithë fetë e tjera. Vlera e Islamit mbi gjithë fetë e tjera. Pastaj Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi përmend hadithin tjetër dhe thot, po ashtu tek Sahihu al-Bukharit nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, adalla Allahu anil jum'ati man kana qablana. Allahu i bëri ata që ishin para nesh që të mos udhëzohen për tek dita e xuma. Pra bëri që ta humbasin mirësinë e ditës së xuma. Kështu që xifutët zgjodhen ditën e shtunë. Pra zgjodhen për adhurim ditën e shtunë.
ndërsa të krishterët ditën e diel. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala na solli neve dhe na udhëzoi për tek dita e xuma. Kështu ata janë pas nesh ditën e kiametit. Ne jemi të fundit në dunja, por se jemi të parët në ditën e kiametit. Thot Shejh Fuzani, Allahu rujt, thot po kështu thot në këtë hadith tregohet vlera e madhe e fesë islame dhe se muslimanët janë populli më i mirë, janë njerëzit më i mirë, më të mirë ditën e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri të qartë këtë gjë me ditën e xumas. Pasi Allahu azza wa jall vendosi dhe caktoi për popujt një ditë në javë tek e cila ato do të lirohen, pra dhe do ta veçojnë për të bërë adhurim Allahut azza wa jall. Pra zgjodhi dhe caktoi për ta një ditë në javë që të adhurojnë Allahun. Kështu që futët zgjodhen ditën e shtunë. Dhe thanë se ajo është dita në cilën Allahu i lartësuar u shplodh sipas pretendimit të tyre, pasi që u lodh nga krijimi i qiellit dhe i tokës. Nga se ai i krijoi ato në 6 ditë. Dhe fillimi i krijimit të tyre ishte në ditën e diel, ndërsa mbarimi i krijimit të tyre ishte në ditën e xuma. Kështu ata thanë që dita e shtunë është dita në cilën Allahu i lartësuar u veçua për të shplodh. Kështu ata konsideruan këtë ditë për adhurimin e tyre. Ditë për adhurimin e tyre. Mirë po thot shehu se ata gënjyen dhe shpifen për Allahun azza wa jall. Pasi Allahu i lartësuar thot: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Me të vërtet, ne i krijuam qiellin dhe tokën dhe çdo gjë ndërmjet tyre në 6 ditë, dhe neve nuk na zuri asnjë lodhje, dhe neve nuk na kapi asnjë lodhje. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala është i madhi, i larti, i plot fuqishmi dhe nuk lodhet. Dhe në këtë ajet ka refuzim për pretendimin e kohët të tyre që Allahu i lartësuar u shplodh në ditën e shtunë. Pra kjo është diçka e pavërtet dhe është tridhim dhe shpifje për Allahun azza wa jall. Ndërsa të krishterët zgjodhen ditën e diel dhe thanë se ajo është dita në cilën Allahu subhanahu wa ta'ala filloi krijimin e qiellit dhe tokës. Pra ajo është dita e parë prej 6 ditëve. Kështu, kjo është edhe arsyeja dhe sebepi pse ata zgjodhen ditën e diel si ditë të veçantë për adhurimin e tyre. Ndërsa ky umet, pra umeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili u zgjodhi atyre ditën e xuma si ditë feste dhe ditë adhurimi, sepse ajo është dita më e mirë. Ajo është dita më e mirë, sepse në të u plotësua dhe përfundoi krijimi. Në të po ashtu u krijua Ademi alayhis salam. Po ashtu në atë ditë Ademi alayhis salam u nxorr nga xheneti, si dhe në atë ditë pra do të ndodhi dita e kiametit. Pra kjo është një ditë madhështore, ndaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjodhi atë për këtë umet. Pra ditë madhështore dhe mirësi nga ana Allahut dhe zgjodhi atë për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që çifutët dhe të krishterët patën hased, smir dhe zili ndaj muslimanëve për këtë arsye. Pra për shkak se Allahu i lartësuar i zgjodhi dhe i veçoi muslimanët me ditën e xuma. Dhe ata nuk kanë pasur dhe nuk i zuri zilia apo hasedi
për ndonjë gjë tjetër, ashtu sikur se i zuri zilia për ditën e xuma, me cilën Allahu i lartësuar i begatoi muslimanët dhe i privoi çifutët dhe krishterët. I privoi çifutët dhe të krishterët. Ky hadith tregon për vlerën e këtij umetit, për vlerën e madhe të këtij umeti. Po ashtu në këtë hadith tregohet edhe vlera e madhe që ka dita e xuma. Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjodhi ditën e xuma për muslimanët për shkak se ai e dinte se kjo ditë është dita më e mirë. Kjo ditë është dita më e mirë. Pra po të shikojmë, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka begatuar me mirësit shumëta umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ato po të numrohen nuk kanë fund. Dhe ndërto është dhe dita e xuma. Po ashtu Sheh Muhammed ibn Abdul Wahabi, Allah më shëroft, vazhdon dhe përmend argumentet e tjera dhe thot: po ashtu pra tek Sahihu i Bukharit transmetohet pa zinxhir nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyatu samha. Feja më dashur tek Allahu është hanifia e samha, dhe thot hanifia e lehtë. Hanifia e lehtë. Aty ku përmendet se thot transmetohet pa zinxhir, janë disa hadithe të cilat Imam Bukhari, Allah më shëroft, nuk përmend në to zinxhir transmetimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se me njëherë thot nga pejgamberi alaihi salam, ose ka thënë pejgamberi alaihi salam, edhe vazhdon hadithin. Thot Sheh Fuzani, Allahu rujt, se këto hadithe që janë pa zinxhir, në terminologjinë e hadithit quhen al-muallaq. Janë hadithe pra cilat nuk kanë zinxhir, nuk përmend zinxhir, dhe janë dy llojesh. Një lloj i këtij hadithi është që ai thuhet me vendosmëri që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ndërsa pjesa e tjetër është që thuhet jo me vendosmëri. Dhe ky hadith është prej atyre që përmendet që përmendet se është thënë pra me vendosmëri, thot nga pejgamberi alayhis salam. Pra këtu tregohet i vendosur Imam Bukhariu kur e përmend këtë hadith. Dhe Ibn Hajeri, Allah më shëroft, në një libër të tij që quhet Taghliqut Ta'liq, i ka përmendur të gjitha ato hadithe që kanë ardhur tek Sahihu i Bukhariut, që kanë ardhur pa zinxhir, i ka përmendur ato në librin e tij me zinxhir. Që do të thotë që gjitha ato hadithe pa zinxhir në librin e tij janë të sakta, sepse ndodhet zinxhiri në një vend tjetër. Por se Allah di më së miri, unë nuk e di arsyen pse Imam Bukhariu i ka përmendur kështu, ndoshta do shikoj më vonë. Thot nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: feja më e dashur tek Allahu është al-hanifiyatu as-samha, është hanifia e lehtë. Thot shehu, al-hanifia do të thot feja e Ibrahimit alayhis salam, ndërsa as-samha do të thot e lehtë, pra fe e lehtë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. Me të vërtet Ibrahimi ishte ummet. Çdo të thot ummet, ka thënë Ibn Mas'udi, ishte mësues i mirësisë. Ishte mësues i mirësisë. Ndërsa Mujahidi ka thënë, ai ishte besimtar i vetëm, dhe që të gjithë njerëzit në kohën e tij ishin mosbesimtar. Pra edhe pse ishte i vetëm, ai ishte ummet. Pra Ibrahimi alayhis salam ishte ummet, mësues i mirësisë, i bindur plotësisht ndaj Allahut, ishte hanif, që do të thotë largohesh nga shirku për tauhid dhe nuk ishte prej idhujtarëve. Po ashtu thot Allahu i lartësuar: thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. An ittabi' millata Ibrahima hanifa. Pastaj ne të shpallëm ty
duke thënë që pasojë e fenë e Ibrahimit, që është fe Hanif, që largohet nga shirku për në tauhid. Ndërsa ajeti tjetër thot: "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa." Dhe kush e ka fen më të mirë se sa ai që i adorzon pra veten e tij, pra e bën punën e tij të sinqert për Allahun, duke qenë muahid. Muhsin do të thot muahid, që e veçon Allahun me adhurim dhe ndjek fenë e Ibrahimit, që ishte feja Hanifa. Pra Hanif, thot shehu, është ai i cili drejtohet për tek Allahu Azza wa Jall dhe largohet nga çdo gjë tjetër veç tij. Prandaj që Ibrahimi alayhis salam ishte i tillë dhe largohesh nga adhurimi i idhujve në kohën e tij dhe nga çdo gjë tjetër pra prej krijesave. Prandaj që al-Hanifia është feja e Ibrahimit alayhis salam, po ashtu ajo është edhe feja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin." Ibrahimi alayhis salam nuk ishte as çifut dhe as i krishter, mirë po ishte hanif dhe musliman dhe nuk ishte prej idhujtarve. Mirë po çifutët pretenduan se Ibrahimi alayhis salam ishte jehudi, pra ishte çifut sipas tyre. Edhe pse Teurati nuk u zbrit përveç se mbas Ibrahimit alayhis salam. Pra Teurati u zbrit në kohën e Musait alayhis salam. Mirë po midis Ibrahimit alayhis salam dhe Musait alayhis salam është një kohë e gjatë. Pra ata janë shumë larg njëri tjetrit. Po kështu edhe të krishterët thanë se Ibrahimi alayhis salam është i krishter. Mirë po feja çifut dhe krishter nuk ishin dhe nuk ekzistonin në kohën e Ibrahimit alayhis salam. Ato erdhën pas tij. Prandaj vallë si mund të thuhet që Ibrahimi alayhis salam ishte në fen e çifutëve apo në fen e të krishterëve. Pra kjo është diçka e kotë dhe nuk pranohet. Pasi Allahu i lartësuar i refuzoi ata duke thënë: "Pra ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan." Ibrahimi alayhis salam nuk ishte as çifut dhe as krishter, por se ishte hanif musliman dhe nuk ishte prej idhujtarve. Pra feja al-Hanifia është feja Ibrahimit alayhis salam dhe ajo është feja më e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Pra ky hadith tregon se feja islame është feja më e dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi dhe dy hadithe të shkurtra, shpresojmë që t'i mbarojmë që mos na ngeli për herë tjetër. Thot Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, thot nga Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: "Ju obligohet juve që të kapeni dhe t'i përmbani rrugës së drejtë dhe sunetit, sepse nuk ka rob që të jetë në rrugën e drejtë dhe në sunet, që të përmendja Allahun e lartësuar dhe t'i mbushën sytë me lot nga frika e Allahut, e që atë ta zëri zjarri apo që ta djegi zjarri. Po ashtu nuk ka rob apo njeri që të jetë në rrugën e drejtë dhe në sunet, që ta përmendi të gjithë mëshirshmin dhe t'i rrënqethet lëkura e tij nga frika e Allahut të lartësuar, përveç se ai është sikurse pema me gjethet thara. Po ashtu bien gjunahet prej tij ashtu sikurse bien gjethet prej saj. Prandaj të qenit mesatar në sunet është më e mirë se sa të bësh përpjekje të mëdha dhe të shumta duke qenë në kundërshtim me rrugën e Allahut dhe sunetin e tij. Ndaj shikoni veprat tuaja. Nëse ato janë pra me përpjekje të mëdha apo janë të pakta,
shikojni pra që ato të jenë në rrugën e pejgamberëve dhe në sunetin e tyre. Në rrugën e pejgamberëve dhe në sunetin e tyre. Thot Shejh Fozani Allahu rujt se ky eser, ky transmetim nga Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu tregon për vlerën e Islamit. Dhe thot se njeriu nëse është në rrugë të saktë dhe në sunetin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky njeri nëse qan nga frika e Allahut të lartësuar, atëherë atë nuk do ta preki zjarri. Atë nuk do ta preki dhe as do ta djegë zjarri, sepse ai është friksuar Allahut të lartësuar, duke qenë në rrugë saktë dhe duke qenë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama nëse ai friksohet Allahut, por se jo duke qenë në sunetin e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, duke qenë bidat, atëherë atij nuk i bën dobi e qara dhe as frika ndaj Allahut të lartësuar dhe as ndrojta ndaj tij. Madje shumë prej të krishterëve qajnë, si dhe friksohen shumë, mirë po ata nuk janë në rrugën e drejtë, përkundrazi janë në humbje dhe devijim. Po ashtu edhe shumë prej adhuruesve të varreve qajnë, i friksohen Allahut të lartësuar, apo qofshin ato prej njerëzve të bidatit, i friksohen Allahut dhe qajnë shumë, mirë po e qara nuk u bën dobi atyre. Madje as nuk shpërblehen për këtë të qarë që ato bëjnë, dhe as nuk u bën dobi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse ata nuk janë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që ajo që merret për bazë nuk është e qara dhe frika, por se ajo që është për bazë është e qara dhe frika, duke qenë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në udhëzimin e tij. Pastaj thot Ubej ibn Ka'b radhiyallahu an në fjalën e tij të fundit, me të vërtetë që të jesh pra mesatar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më e mirë se sa të bësh përpjekje të mëdha në kundërshtim të rrugës së Allahut dhe sunetit e tij. Dhe kjo fjalë thot është fjalë madhështore, nga se puna e pakët, duke qenë sunet, është më e hajrit se puna e shumt, duke qenë jo në sunet, pra duke qenë bidat. Sepse thot, ajo punë, pra përpjekjet e mëdha që bën robi, por se i bën ato në bidate, në gjunahe, ato janë të papranuara tek Allahu azza wa jall. Prandaj që kjo gjë nuk i bën dobi personit që bën përpjekje të mëdha ditën dhe natën, sepse ai nuk është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në sunetin e tij. Prandaj që ajo që merret parasysh dhe për bazë nuk është, pra nuk janë veprat e shumta dhe as e qara e shumt, por se ajo që merret për bazë është rruga në cilën ecën njeriu. Pra adhurimi që ai bën, a është në rrugën e saktë dhe në rrugën e pejgamberit alayhis salam apo jo. Pra ajo që merret për bazë është pasimi i Kuranit dhe i sunetit. Edhe nëse ajo punë që ti bën, ajo adhurim që ti bën është i pakët. Sepse kjo gjë ka hajër të madh dhe kjo gjë pra është shpëtim për robin në ditën e Kiametit. Madje thot e qara dhe frika e tij ndaj Allahut të lartësuar duke qenë në udhëzim, ditën e Kiametit është shpëtim për të nga zjarri i xhehenemit. Pastaj Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah më shëroft përmend një eser të bukur në fund, pra në mbyllje të këtij kapitulli, nga Abu Darda. Thot nga Abu Darda radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: sa i mirë është gjumi i të mençurve dhe iftari i agjërimit të tyre, si u kalojnë atyre që rrinë zgjuar pa urësi dhe agjërojnë pa mençuri. Një grimcë e vogël e një vepre të mirë me devotshmëri dhe bindje të plot
është më e madhe, më e vlefshme dhe më e rëndë në peshore se sa adhurimi atyre që u pëlqen vetja, apo se sa adhurimi atyre që janë mashtruar me veten e tyre. Dhe shumë prej dietarëve këtu thonë që ata të cilët u pëlqen vetja dhe janë të mahnitur me adhurimin e tyre, janë mashtruar me veten e tyre, ata janë njerëzit e epsheve dhe të bidateve. Janë njerëzit e epsheve dhe të bidateve. Dhe thot Shejh Fuzani duke komentuar, Allahu e ruajt, thot se ky transmetim nga Abu Dardaja radhiyallahu anhu i përngjason plotësisht transmetimit që përmendet nga Ubej ibn Ka'bit radhiyallahu anhu. Pra i përngjason plotësisht në kuptimin e tij, që do të thot se njeriu me besimin e saktë, nëse është në gjumë, atëherë ai është më i mirë se sa njeriu i cili e ka besimin e prishur, edhe nëse ai qëndron gjithë natën edhe gjithë ditën, pra duke fal namaz nafile. Po ashtu thot, njeriu që ndjek sunetin, që është në rrugën e pejgamberit alayhis salam, pra njeriu i sunetit në gjumin që bën dhe në iftarin e agjërimin të tij, ai është në hajër, ndërsa njeriu i bidatit në pagjumsinë e tij dhe në agjërimin e tij, ai është në sharr, sepse ai ecën jo në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, këto dy transmetime tregojnë për vlerën e madhe që ka ndjekja e rrugës së drejtë, ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se një punë e vogël, por se që është sipas sunetit, është më e mirë se sa një punë e madhe që është në kundërshtim me sunetin, apo që është bidat, për shkak se ajo është refuzuar dhe nuk pranohet tek Allahu i lartësuar. Po ashtu këto ethere që solli shehu tregojnë pra për vlerën e madhe që ka Islami, sepse Islami është feja e drejtë dhe është rruga e drejtë, si dhe suneti është Islami dhe Islami është suneti. Pra ato të dyja janë bashkë. Kurani dhe suneti janë bashkë dhe të dyja ato janë Islam. Me kaq mjaftohemi, lutë Allah në lartësuar që të na bëjë dobi të gjithëve, me fjalët e Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu më shoft, po ashtu dhe me komentimet dhe shpjegimet e Sheh Saleh Fuzani, Allahu rujt. Inshallah vazhdojmë mësimin e ardhshëm me pjesën tjetër. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.